Mbledhja e Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme është zhvilluar mes debateve ku shkak është bërë deklarata e ministres serbe Snežana Paunović, e cila gjatë një interviste u shpreh se nëse do të kishte qenë në vend të Slobodan Miloševićit, do të spastronte etnikisht Kosovën. Deputetët e Partisë Demokratike Tritan Shehu dhe Albana Vokshi kërkuan sqarime dhe një reagim nga kryetari i Komisionit të Jashtëm Igli Hasani. Morëm kohën e duhur, e diskutuam me ekspertët e duhur dhe e sollëm sot para jush një deklarat të hartuar, draft deklarat. Mund të marrë një ditë, mund të marrë 7 ditë, 17 ditë, 27 ditë. Çështja kombëtare nuk ka kohë. Duhet mbrojtur. Dhe kur neve ngrim çështjen e mbrojtjes së Kosovës, të sovranitetit, të historisë, të vlerave, me porosi, çoni edhe tekstet dhe na quani edhe pseudopatriot. A e kuptoni se çfarë po thoni? A e kuptoni që ky reagimi juaj është krejt i pa konceptueshëm, pa logjik? Por nuk është çështje opozite kjo që po kërkojmë neve. Po ja u përsëris se kemi të sankcionuar në kushtetutë çështjen kombëtare. Hajde bëjmë bashkë një zë, miratojmë një rezolut të dytë, të japim shembullin për gjithë klasën politike, që ne për çështje madhore, për çështje kombëtare, neve mund të bëhemi bashkë. Na përmendët këtu që pas ka folur ministri i jashtëm që një ditë më vonë doli duke qeshur me ministrin tjetër serb dhe nuk tha asgjë çfarë kishte folur. A e kishte përmendur këtë deklaratë skandaloze? A ishte distancuar ministri serb nga deklarata? A ishte distancuar qeveria serbe nga kjo deklaratë skandaloze e ministres? Na tregoj se nuk mund të dali duke qeshur edhe duke dhënë dorën me ministrin serb në valën e reagimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo që kërkojmë ne, pse s'ka folur kryeministri? Na përmendet kryetarin e grupit, ku është kryeministri? Pse nuk flet kryeministri? Apo nuk e lë Vučići që të flasë? Prandaj ne kërkojmë që të dalim me një deklaratë të përbashkët. Deklaratë e përbashkët dhe të riiniciojmë një deklaratë të kompletuar, një rezolut të kompletuar ato që keni kaq vite që e mbani në sirtar dhe nuk e miratoni. Çfarë do të thotë ti je patriot sot? Kush është patriotizmi sot? Është të mbrosh demokracinë, të mbrosh pluralizmin, të përfaqësosh qytetarët, të kontribosh në procesin e integrimit, apo të përfaqësosh bandat kriminale këtu? Apo të përfaqësosh krimin e organizuar këtu, apo të sjellësh interesat e krimit këtu, apo të vjedhësh zgjedhjet duke përdorur krimin, apo të minosh në çdo moment procesin e integrimit evropian. Hajde pra flasim për patriotizëm nëse doni. Sepse edhe ato që edhe mesazhet i çonit gabuara kur i çoni. Nuk i çoni me mesazhet e duhura, të paktën një reagim pak më dinjitoz. Sepse ato që na shohin, din t'i dallojnë. Kush është patriot dhe kush nuk është. Kush punon për interes të tyre dhe kush punon për interes të bandave kriminale. E dallojnë shumë mirë, dihet. Të gjithë e din shumë mirë si kanë ardhur, ku kanë ardhur, pse kanë ardhur dhe kë përfaqësojnë. Ndaj juve që nuk jeni pjesë edhe të majorancës, të kësaj përfaqësie, ne kërkojmë që të bëhemi bashkë. Po ju shtrim dorën e bashkëpunimit për hir të Kosovës, për hir të kombit. Po ju shtrim dorën e bashkëpunimit. Po kontribojmë, po e sjellim edhe deklaratën të gatshme. Dhe reagoni ndaj kësaj deklarate. Dhe sa për atë rezolutën që na përmendin në Strasburg, po merrni lexoni raportin e Rule of Law, se ta shpjegon shumë mirë raporti i Rule of Law, i cili në fakt sot duhet kishte ardhur këtu në komision për të diskutuar dhe ne kemi një kërkesë kryetari që ta fusim në ditët që vijnë në diskutim të këtij komisione. Ku qartazi dëshmohet kush po e minon procesin e integrimit në Shqipëri. Po e minon çështja Balluku, çështja e imunitetit, korrupsioni, investitorët strategjik, krimi organizuar, pastrimi i parave. Kjo është çështja që duhet diskutojmë neve në ditët në vijim, para se të mbyllet ky seksion, kryetar. Ai raport të vi dhe të bëhet plan pune. Dhe kërkoj dhe një herë, ju lutem, hidhni në votim propozimin ton për të dalë me një deklaratë të përbashkët për deklaratat skandaloze të ministres serbe dhe dënimin
e tyre dhe kërkesat për qeverinë shqiptare që të reagojnë duke shpallur non grata dhe duke nisur procedurat të ligjore, sikurse e kërkuam që ajo të ndëshkohet dhe në rang ndërkombëtar për evokimin e gjenocidit dhe të krimeve të regjimit të Miloševićit. Faleminderit. Meqense nuk ka zoti Balla do flasësh. Jo, për ligjin. Ja, prit. Meqense nuk ka kërkesa të tjera, unë e lash gjithë të bisedën për procedurë sepse ky komision i nderuar ka nevojë të diskutojë këtë çështje. Majoranca socialiste, siç e thash, po e përsëris, u shpreh përmes kryeministrit, është shprehur përmes ministrit të jashtëm, është shprehur me kryetarin e grupit, dhe unë nuk kam asnjë dëshirë që t'ju bashkohem juve aleatëve të Miloševićit dhe të Vučićit për asnjë deklaratë. Për këtë arsye, fillojmë me pikën e parë të ditës, nuk kam asgjë për asgjë, nuk e votim. S'kam asnjë propozim njëherë. Fillojmë me pikën e parë të ditës, miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, aleatë Miloševićit dhe Vučićit. Të datave 3 mars, 13 mars, ai mund ta ketë çdo gjë, po jo aleat. Keni vërejtje apo propozime në lidhje me procesverbalin e datës 3 mars 2026? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Keni vërejtje apo propozime për procesverbalin e datës 13 mars 2026? Nuk keni. Pro, kundër, abstenim, miratohet. Ka vërejtje apo propozime për procesverbalin e 15 prillit 2026? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Vazhdojmë me pikën e 2 të rendit ditës, shqyrtimin e projektligjit për shtesa dhe ndryshime në ligjin 78-50, datë 29/7/94 për kodin civil të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar. Kemi të ftuar, që nuk është i ftuar se është antar i komisionit, por në cilësinë e prezantuesit dhe nismëtarit, kolegun shokun Taulant Balla, i shoqëruar nga kolegë të Ministrisë së Drejtësisë. Zoti Balla, ndjes për kohë zgjatë